Shkruan Erisa Kryeziu. Kur mira protestues u mblodhën për të 30 natë radhazi përpara kryeministrisë në Tiranë, Turma nuk priste vetëm fjalimet e zakonshme të aktivistëve. Për herë të parë që nga nisja e protestës kundër ndërtimeve në zonën e mbrojtur Pishporonart në skenën e improvisuar u ngjitën edhe anëtarë të Parlamentit Evropian. Pjesëmarrja e delegacionit evropian erdhi si një akt solidariteti publik vetëm pak ditë pasi Parlamenti Evropian miratoi më 17 qershor rezolutën për raportin e Komisionit Evropian mbi Shqipërinë për vitin 2025. Në këtë rezolutë shprehet shqetësim i thellë për zhvillimet në zonën e mbrojtur Pishporonart. Eurodeputetët u bën thirrje autoriteteve shqiptare të shfuqizojnë ndryshimet ligjore të vitit 2024 për zonat e mbrojtura, të cilat hapin rrugë për ndërtimin e infrastrukturës turistike në shkallë të gjerë dhe dobësojnë mbrojtjen e mjedisit. Dokumenti kërkon gjithashtu një moratorium të menjëhershëm mbi lejet e reja, punimet ndërtimore dhe projektet zhvillimore në zonat e mbrojtura, deri në shfuqizimin e dispozitave problematike dhe garantimin e përputhshmërisë me standardet e BE-s për mbrojtjen e natyrës. Delegacioni i Parlamentit Evropian në Tiranë u udhëhoq nga Tina Kestrik dhe përbëhej nga Jutta Paulus, Kristina Guarda, Ana Stoltenberg, Nikola Stefanuta dhe Daniel Freund. Ati u bashkuan edhe Boris Mijatović, antari i Bundestagut gjerman, Jelena Milos, deputete në Parlamentin kroat, Hanna Partanen, këshilltare bashkiake në Finland dhe Vula Ceci, bashkëkryetare e Partisë së Gjelbër Europiane. Populli shqiptar është gati për Europën, por qeveria jo. Duke ju drejtuar protestuesve, kryetaria e delegacionit, eurodeputetja holandeze Tina Kestrik, tha se mobilizimi qytetar tregon për kushtimin e shoqërisë shqiptare ndaj vlerave europiane. Jemi të impresionuar nga fakti që kaq shumë njerëz refuzojnë shkatrimin e kësaj pasurie natyrore për interesat e investitorëve të huaj të pasur, u shpreh ajo. Sipas Trik, hetimet mediatike tregojnë se çështja i kalon një projekt turistik dhe ngre dyshime për korrupsion, pastrimparazh dhe krim të organizuar. Fakti që qytetarët shqiptar nuk e pranojnë këtë është një shenjë shprese dhe një dëshmi se Shqipëria e ka vendin në Bashkimin Evropian. Do ta çojë këtë mesazh në Bruksel. Populli shqiptar është gati për BE-n, por qeveria ende jo, deklaroi Strik. Ajo shtoi se Parlamenti Evropian ka kërkuar moratorium dhe se presioni politik do të vazhdojë në institucionet europiane. Eurodeputetja Ana Stoltenberg e cilësoi protestën si një mbrojtje të vlerave themelore të BE-s. Ajo për të cilën po ngrini zërin është vetë Europa, mbrojtja e natyrës, lufta kundër korrupsionit, transparenca dhe demokracia, tha ajo, duke paralajmëruar se shkeljet mjedisore mund të ndikojnë në procesin e anëtarësimit. Nëse këto standarde shkelen, çdo shtet anëtar mund të përdorë të drejtën e vetos për të bllokuar procesin, shtoi Stoltenberg. Eurodeputetja gjermane Jutta Paulus u shpreh se natyra shqiptare nuk është në shitje. Ajo tha se kishte marrë një email zyrtar nga qeveria shqiptare me kërkesën për të mos mbështetur disa amendamente të rezolutës që lidhen me zonat e mbrojtura dhe projekti në Zvërnec. Ne votuam pro atyre amendamenteve sepse ligji evropian nuk mund të blihet. Vazhdoni qendresën tuaj, ne do të bëjmë çmos t'ju mbështesim në Bruksel. Shqiptarët meritojnë më shumë, tha Paulus. Eurodeputetja italiane Kristina Guarda e cilësoi protestën si një shembull të mbrojtjes së tokës dhe të drejtave të njerëzit përballë korrupsionit. Ajo falenderoi diasporën shqiptare në Itali dhe përsolli një mesazh për kryeministrin. Në Europë nuk hyhet duke u përkulur apo duke i shërbyer dikujt. Në Europë hyhet me kokën lart sepse e meritoni, deklaroi ajo. Zëvendës presidenti i Parlamentit Evropian Nikola Stefanuta e krahasoi revolucionin e flamingove me protestat kundër projektit minerar të Rosia Montanas në Rumani. Kjo nuk është më thjesht një kauzë mjedisore, por një çështje kombëtare që prek shpirtin e vendit tuaj dhe të Europës, tha ai. Ai shtoi se pushteti i përket qytetarëve dhe se ai dobësohet kur ata mobilizohen. Pse ne jemi këtu ndërsa Edi Rama mungon? Sepse ka frikë, por mos harroni, nëse ai ka frikë ju duhet keni guxim. Rruga është e gjatë, por jeni në anën e duhur të historisë, përfundoi ai. Inspektimi në Zvërnec, dëmet konsiderueshme në terren. Të nesërmen delegacioni vizitoi zonën e Zvërnecit për të parë nga afër efektet e punimeve të nisura për ndërtimin e një resorti. Në një deklaratë për shtyptin e Kestrikit cilësoi dëmet e konstatuara si shumë shqetësuese. Është e trishtueshme të shohësh sa shumë është shkatruar në pak kohë, rrugë e re, pemë të prera dhe kanali mes detit e lagunës i ngushtuar pothuajse deri në bllokim. Tharja e ligatinave ka nisur tashmë, tha ajo. Sipas saj, dëmet përbëjnë shkelje të drejtë për drejta të direktivave të BE-s për shpendët dhe habitatet. Takimi me ministrin asnjë garanci për pezullimin e punimeve. Po të mërkurën, delegacioni i Parlamentit Evropian zhvilloi një takim me ministrin e mjedisit Sofjan Jaupaj për të kërkuar sqarime mbi procedurat e ndjekura. Pas takimit, eurodeputetët u shprehën se shqetësimet e tyre mbeten të mëdha. Tina Kestrik tha se ministri argumentoi se ende nuk ekziston një projekt përfundimtar dhe se kur të dorëzohet do të nënshtrohet vlerësimit të ndikimit në mjedis dhe konsultimit publik. Si mund vlerësohet ligjshmëria e një ndërtimi kur punimet kanë nisur pa projekt përfundimtar? Kjo nuk ka logjik, tha ajo. Ajo shtoi se pyetja për pezullimin e punimeve nuk mori përgjigje të qartë. Sipas saj ekziston rreziku që punimet vazhdojnë për të krijuar një fakt të kryer para negociatave për kapitullin 27 të mjedisit. Ajo njoftoi se do ta informojë komisioneren për zgjerim martakos. Moratoriumi duhet të zbatohet në praktik, nuk mjafton vetëm besimi, duhet monitorim real, përfundoi Strik. Një muaj proteste e revolucionit të flamingove. Ajo që nisi më 31 maj si një reagim
qytetar kundër ndërtimeve në Pish-Poronar dhe Zvërnec është ndëruar në një nga lëvizjet më të gjata dhe më të qëndrueshme protestuese në Shqipëri që nga vitet 90. Kërkesat e protestuesve janë strukturuar në disa pika kryesore. Së pari kërkohet dorëheqja e kryeministrit dhe krijimi i një qeverie tranzitore teknike dhe jo partijake. Së dyti ndryshime kushtetuese përmes referendumit për të garantuar barazim para ligjit. Së treti reforme thellë në kodin zgjedhor, financimin e partive politike dhe kufizimin e mandatit të kryeministrit në maksimum 2 mandate. Së katërti kërkohet shfuqizimi i ndryshimeve në ligjin për zonat e mbrojtura si dhe rishikimi i paketës për investimet strategjike dhe kuadrit për trashëgimin kulturore. Së pesti kërkohet një kontratë re sociale mes shtetit dhe qytetarëve e hartuar nga ekspertë të pavarur, që nga 31 maj policia e shtetit ka proceduar rreth 150 protestues pavarësisht natyrës kryesisht paqësore të tubimeve. Ndërkohë kryeministri Edi Rama ka reaguar në rrjetet sociale duke quajtur lëvizjen revolucioni imagjinari flamingove dhe duke e shoqëruar me postime ironike dhe satirike ndaj protestuesve.